to the beginning. Miq të Top Albania Radios, dëgjues të radios son, po edhe shikues të kanalit 10 në digital, ju përshëndes të gjithëve në episodin e parë për vitin e ri 2026. Po që pas kam marrë për këtë aromën e kësaj studios, të cilën ju me siguri nuk e ndjeni, nuk e nuhasni dot, por ju keni nuhatjen për të kuptuar se sa bukur është të dëgjosh në një program 60 minutash, një kthim pas në kohë, në kujtime të personazheve të ndryshëm të jetës së njohur publike në vend, të cilët i përkasin gjeneratave të ndryshme, kanë jetuar kujtime të ndryshme, kanë jetuar kohra të ndryshme dhe përjedhoj kanë sfonde historike të ndryshme. Është shumë kënaqësi për mua që në fakt është hera e dytë që e intervistoj në një studio radio televizive. Shumë kohë më parë, rreth 5 vite më parë, ndërsa Shqipëria lëpinte ende plagët e pandemisë dhe të gjithë problemeve sociale, ekonomike, shoqërore që solli ai viti i tmerrshëm 2020 për të gjithë botën, ajo fitonte një garë amatorësh të rinjve të Tiranës, Tirana Art Fest në atë vit, që ishte në fakt një qershim bitor mbi jetën kulturore, artistike të rinjve të kryeqytetit në atë vit. Kanë kaluar më pak se 5 vite nga ajo kohë, edhe në kaq pak kohë, në 5 vjet, Arsi Bako është rritur kaq shumë. Është pjesë e festivaleve të rëndësishme të këngës në vend, është pjesëmarrëse në festivalin e këngës të Radio Televizionit Shqiptar, në Kënga Magjike, sapo ka fituar vetëm pak kohë më parë, pak muaj më parë festivalin edicionin e 3 festivalit të këngës në Radio Televizionin e Kosovës, sapo ka përfunduar shfaqjen e një musicali në Teatrin Andon Zako Çajuku në Korç. Edhe për gjitha këto, s'mund të them tjetër, Arsi, përveç se më mbrëma pa tjetër, por edhe që jam shumë e lumtur për ty edhe mirë se vjen së pari. Mirë se ju gjeta, shumë faleminderit për ftesën. Arsi, a diti të thuash jo? Apo je në këtë fazën e investimit që çfarë lloj gjëje që të propozohet, kur vjen puna për paraqitje skenike, ti bësh të gjitha, sepse në fundit edhe nga disa gjëra jo të mira, mund të mësosh çfarë nuk do. Jo se nuk di të them jo, por deri tani më ka rënë më mirë që të thuash po. Të them po. Por mendoj që duhet të mësoj pak në të ardhmen për disa gjëra specifike, jo. Mendoj që çdo mundësi, siç edhe ti the, ka një gjë për të ofruar, qoftë të mirë, qoftë të keqe, por gjithmonë mësojmë nga të gjitha përvojat që kemi, sidomos në këtë karrierë që, domethënë, çdo përballje me publikun apo çdo përballje me njerëz të ndryshëm të industrisë bën mirë, të forcon ose të jep dije për diçka tjetër që ty s'ta pret mendje që mund të vi. E di çfarë ka Arsi për ata që nuk e njohin nga afër, po e shohin kështu si portret ose përveç pjesës që është këngëtare karakteri dhe që është e padiskutueshme se ka ca gjëra për të cilat nuk ka merit Arsi. Domethënë është natyra që e ka pajisur për ca talente të tjera, po ja, është disiplina, është modestia për të çuar disa gjëra deri në fund, edhe që vinë njerëzit të kërkojnë, të takojnë. Është pak e vështirë të gjesh sot njerëz të rinj të cilët nuk fillojnë një marrëveshje bashkëpunimi me ty pa të vënë kushte. Edhe në fakt, ne të gjithë jemi dakord për kushtet, por fillimisht duhet i tregojmë njëri tjetrit që mundemi të bashkëpunojmë, kemi kimi, mundemi ta bëjmë këtë detyrën që po na ofrohet, se edhe mund të mos mundemi. E për këtë të komplimentoj dhe e kam si mesazh për gjitha gocat edhe çunat e brezit tënd. Arsi, e folëm pak momente më përpara që ti je në këtë moment, pikërisht se kanë ndodhur këto gjëra të ndryshimet e fundit në jetën tënde, por pavarësisht kësaj, unë i kam qef kthimet pas në kohë, sepse ato janë një mënyrë reflektimi për njerëzit, e duhet të kthejmë edhe unë, edhe kur të bëhem 70 vjeç, duhet të kthejmë pas në kohë për të kuptuar nga kam ardhur. Çfarë kishe menduar ti e vogël se do bëheshe kur të rriteshe? A je bërë ti sot që je rritur? Ajo që ke dashur të bëhesh apo edhe ëndrat e tua për mjekësi dhe kardiokirurgji përfunduan diku në një sërtar ëndrash? Në fakt, e kam harruar komplet se çfarë mendimesh kam patur e vogël. Unë di që gjithmonë e kam patur në një pjesë të mbrapsme të kokës time dëshirën për të bërë këngëtar edhe për të kërcyer dhe për të qenë në skena gjatë gjithë kohës, sepse kam qenë në balet e vogël edhe kam patur kështu. Po nuk është se domethënë isha me këmbë në tokë dhe thosha nuk do bëhem këngëtare se nuk është aq e mundur, ose më saktë nuk është se shihja një lloj ato që shija unë të vetja nuk e shija të pasqyruar të njerëzit e tjerë kur isha e vogël, pra unë këndoja nëpër shpikër ceja, po nuk është se të rigjeve mendje. Po ja që doli që po patë besim te veta mjaftueshëm mund edhe të bëhet diçka. Nuk e mbaj mend çka kam dashur të jem e vogël. Por tani por s'ka pëlqyer vëmendja. Përderisa ke kërcyer, ke kënduar, të ka pëlqyer vëmendja. Po tani e kam gjetur, domethënë
Po bëhen dhe arkitekte përveç se këngëtare. Po bësh dhe arkitekte. A është ajo një zgjedhje e formimit tënd profesional si një mundësi, sigurie për jetën e të ardhmen apo hyn edhe ajo te pasionet e tua, arkitektura? Faktikisht është një degë që duhet të lidhet me pasionin, sepse është e tillë që e përfshin edhe artin brenda saj. Unë kam pak të vështirë ta quaj një pasion timin akoma, duke qenë se merr një pjesë më të madhe muzika sot. E bëj atë me më shumë qejf dhe me më shumë dëshirë, ama kam shpresën dhe faktikisht po shoh një lloj ndezje të shkëndijës edhe tek arkitektura, që shpresoj do të vazhdoj të rritet me kalimin e kohës, sepse është me vërtet një degë shumë e bukur dhe mendoj që mbërshtatet shumë mirë. Po thjesht do pak më shumë fokusim se që kam thënë deri tani. Cila ka qenë kënga e parë që e kënduar Djarse? Nuk e mbaj mend specifikisht, po ditë të them të parën që kam kënduar përpara babit edhe nënës. Edhe ka qenë si shiu nga Argentina Ramosaj. Nuk e di ç'ma dha atë ditë, thash, do më dëgjoni tani të këndoj. Dhe këndova këtë. Nuk kishte ndonjë reagim, kush di se çfarë prap. Nëna tha që diçka ka këtu, po nuk e di, këto që këngët pak më të trishtueshme i kam patur gjithmonë në qejf. Edhe kështu. Këtë mbaj mend. Mirë, do ta dëgjojmë këtë këngë, se biseda ndron komplet rrjedhën e playlistës muzikore të Arsit. Do rikthehemi pastaj se do të flasim për bashkëpunimin e saj të fundit me Gjergj Kaçinarin. Kështu duhet ta kisha nisur unë. Po unë në përgjithësi jam një njerëz që jam i lindur për të thyer rregulla, kështu që le të them rregullat e vendosura po prej nesh. Dëgjojmë si shiu dhe kthehemi përsëri me Arsin në bisedë. Për të gjithë juve që sapo jeni sintonizuar në Top Albania Radio, unë jam me Arsi Bakon. Është një këngëtare e gjeneratës së re, unë kështu i ndaj, në fundit kështu duhet ndahen gjenerata e re, e mesme dhe kështu me radhë që ato zëvendësojnë njëri tjetrin me kalimin e viteve, me kalimin e kohës. Unë i kam dëgjuar disa intervista të tua të fundit të bëra pas festivalit të Kosovës, që sigurisht kishte aty dhe një sens diku ironie, diku pak kënaqësie, diku se ka s'ka të bëjë me besimin tënd, po mungesë besimi në një aktivitet që realizohet. Nëse nuk e citoj gabim, diku lexova apo dëgjova të thuaj që në festivalin e në Shqipërinë, në Tiranë nuk u pranuan, por në Kosovë fitova vendin e parë. Tani këtu duhet të ndalemi pak se ndonjëherë njerëzit keq kuptojnë që mund të jetë e njëjta këngë. Pra, e njëjta këngë që është prezantuar në festivalin e Shqipërisë, dhe ajo ta ndajmë këtë, nuk ka një këngë që prezantohet në dy evente në të njëjtën kohë. Po në Kosovë si shkove? Deshe një sken të re, deshe fakti që Gjergji ishte pjesë e orkestrës atje prej 3 vitesh tashmë. A kishe frikë për një terren të ri që janë njerëzit tanë, janë si ne? Po thjesht shiko, edhe kur shkon në Vlorë nuk është njësoj sikur janë në Tiranë në shtëpinë tënde, apo në Pogradec. Kështu që faktikisht ka ardhur si propozim prej Gjergjit. Ai donte të sillte disa emra të rinj tek festivali i Kosovës, në mënyrë që të ketë një qasje tjetër, se deri tani ka patur shumë emra të rinj faktikisht, po thjesht ndoshta jo nga Tirana ose nga Shqipëria. Dhe e kemi folur dhe thjesht ka qenë pyetja çfarë do të bëjmë, domethënë ishte shumë e hapur si bisedë. Po, domethënë nuk ishte as fare kufizuar vetëm tek ajo e Kosovës, faktikisht ishte edhe më e gjerë, ishte edhe për Shqipërinë, edhe për festivale të tjera, sepse unë me Gjergjin kam marrë pjesë në 2 festivale në Kosovë faktikisht. Edhe nuk e di, më ngjiti si bisedë, domethënë me Gjergjin jemi takuar edhe më parë, po nuk është se kemi patur biseda të këtij lloji, domethënë për projekte specifike. Edhe më pëlqeu shumë fakti që ishte i hapur të më pyeste edhe mua çfarë dëshiroja dhe tematikat që doja të prekja, rrymën që doja unë të përfaqësoja, dhe që aty nisi mirë, domethënë, edhe rodhi akoma më mirë derisa doli në atë përfundim që ishte. Më lejo të ndalem pak këtu ku thua, te tematikat që doja unë të prekja, tek zhanri që doja unë të këndoja. Cili është zhanri që do të këndosh ti ose të pëlqen në një moment caktuar? Unë e kuptoj që ka një luftë të jashtëzakonshme midis asaj që kërkohet të tregut kaotik. Ky as treg nuk është, pra shiko sa nuk shet kënga, as treg nuk është, po le ta quajmë treg. Pastaj ti e di, un kam qenë për disa vite antar i uri në festivalin e këngës magjike, jam marrë me trinj gjithkohës, përsa i përket tematikave e ka vështirësuar jetën time si dëgjuese dhe si spektatore, një iri që është i trishtuar, i mërzitur, nuk ka asnjë
Ku di unë, a gëzojnë këta njerëz, a kanë një motiv për të qesh. Edhe jam shumë kurioze tani të di për ty. Më the pak kur ke qenë në vogël të pëlqenin këngët e trishtuara. Vazhdojnë akoma. Çfarë kanë këngët e trishtuara? Prekin më shumë, janë emocionalisht më të ngarkuara dhe për këtë arsye dhe perceptohen më lehtë nga publiku. Çfarë kanë këngët e trishtuara? Unë personalisht mendoj që nuk është një gjë shumë e mirë, po kam përshtypjen që emocioni im që ndjej më fort është trishtimi. Po më shijon si emocion, domethënë edhe i ndjell nga diçka tjetër si muzika, është diçka e bukur, është tipo ndërlidhesh me një këngë, qoftë edhe duke e lidhur me një përjetim tëndin, apo jo, është nuk e di, një lloj humaniteti, po themi, që të mundesh të jesh. Ka më shumë njerëz që mërziten njësoj, se sa njerëz që gëzojnë njësoj ndoshta. Prandaj dhe kjo është arsyeja pse një këngë e tillë mund të perceptohet më kollaj. Po zhanri? Kam përshtypjen që aty s'bën shumë kompromise ti. Faktikisht, nuk e di, ndoshta e kam miksuar pak më shumë se ç'duhet, kam bërë dhe rock, kam bërë dhe pop, kam dëshirë të bëj dhe jo jazz, po diçka të ngjashme, soul, kam qef R&B, kështu që unë ende nuk jam e vendosur. Kam qef ti provoj të gjitha dhe të shoh ku rri më mirë. Ku rri më mirë. Po. Fakt të gjitha këto mirë i ti. Po do të thoya, do të tentoj pak në të ardhmen, pak regaton, pak që është shumë okay, nuk keni asgjë kundër, por që ndonjëherë është si puna e kostumit. E di Arsi ndonjëherë dhe mua një kostum extra small në vitrinën e një dyqani. Më pëlqen shumë, pra nuk mund të them ky s'bën, nga që nuk hyn dot aty brenda. Thjesht s'është për mua, është kaq e thjeshtë. Tëra ju rukëtimi në Kosovë, kur shkon në unë jam e bindur, kur shkon në një garë, deri në momentin që futesh është shumë e rëndësishme pjesëmarrja. Pastaj pa u fute, çdo kush dëshiron që të eci, të shkoj sa më gjatë. Pse ç'kam një përshtypje timen, as ke menduar fare atë. Edhe për shkak se si më thënë, tash nga Tirana në Kosovë, radha është më gjatë. Kam ide që ke shkuar me paragjykim për pjesën e renditjes. Jo një paragjykim, kam dashur të jem pa pritshmëri. Ashtu kam qenë faktikisht. Do të thënë, unë e kisha besimin te kënga, po nuk kisha besimin te si do pritej kënga. Edhe vërtet kam qenë që do ta shijoj këtë eksperiencën edhe do dal sa më mirë vet. Nuk është se doja apo prisja një çmim, tani për të dashur duam. Kush nuk e donte patjetër. Po nuk është isha kështu me ngulm, do shkoj, do marr çmimin edhe do kthehem prapë me çmim. Jo, domethënë kam vajtur për të parë një tjetër organizim, një tjetër atmosferë, një tjetër rrethan njerëzish që merren me muzikë në një vend tjetër. Edhe faktikisht atë gjeta, ndoshta jo shumë ndryshe nga ne, po ishte një frym për mua e re. Edhe faktikisht pritshmëritë e mia filluan të rriteshin gjatë kohës që unë vajta për provat e mia të para në Kosovë, sepse jam pritur shumë pozitivisht dhe me entuziazëm, qoftë nga stafi, qoftë edhe nga vetë pjesëtarët e orkestrës edhe bandës. Do të thënë, nuk e prisja. Aty filloi të ndizej ajo shkëndije që unë mund të kisha një pritshmëri nga ky festival, sepse kënga ishte pëlqyer dhe më bëri përshtypje se është një zhanër që ndoshta kalon dhe pak tek komerciali, se nuk është rock, është një pop rock, mendoj diçka e tillë. Dhe se ti mendoja që do kishte një paragjykim ndaj dëgjuesit, por jo, ishte pëlqyer dhe madje më kanë thënë që është ndjerë si një frymë e re, domethënë që ishte shumë ndryshe nga këngët e festivalit, që ishte shumë energjike dhe shumë motivuese. Gjë të cilën bashkë me Gjergjin donim që kënga të përcillte tek publiku, kështu që nuk e di, jam ndjerë shumë mirë që në momentin e parë që jam përballur. E tashmja jonë është një tashmë të cilën e kalojmë për shpejt, sepse dinamika e jetës përditshme nuk na lejon të ndalemi shumë gjatë tek tashmja. Megjithatë ta bëra një pyetje në korridor përpara se të futeshim në studio. Do apo nuk do të Arsi? Kur të bëjnë edicionet jubilare të Festivalit Kosovës pas 30, 40, 50 viteve, siç po ndodh sot me festivalin në Shqipëri, ti je pjesë e historisë së viteve të para, do thonë njerëzit që ka qenë nga fituese e edicionit të tretë. E ke menduar ndonjëherë këtë? Kjo si është shumë e re. Po. Kjo akoma nuk, domethënë më godet një herë në 3 ditë, edhe pastaj nuk e besoj dot, pastaj kthehem prap.
Domethënë nuk e di, mendoj vërtet që është shumë herët që ta kem këtë në xhep. Pra në një situatë tjetër, në të 70-tat e tua, në të 80-tat e tua, do t'i bjej telefonit një kozece atyre viteve, dhe do thotë Arsi Bako, ju ke ftuar në festival se kemi 60 vjetorin e festivalit. Do të jetë shumë bukur. Shumë desi. Por të jetojmë me këto emocionet të sotme së pari dhe të dëgjojmë nga Arsi Bako, Reze Zjarr. Do ta mbyll këtë historinë e festivaleve, por më tepër që në momentin që transmetojmë një këngë fituese, nuk kam as kuptim ti shkojmë gjatë. Megjithatë, për t'u rikthyer asaj bisedës pranimit ose mos pranimit, unë uroj shumë që ti të mos jesh nga ato vajzat e djemt të cilët demotivohen nga një stop. Jo. Edhe ti thuash stop për shembull një pjesëmarrje në rastin konkret festivalin e këngës apo nesër festivalin Kënga Magjike apo diku tjetër. E para, Arsi që ta kesh prej meje, njerëzit, burokratët, administratat, organizatorët ndryshojnë gjithmonë, çdo vit për herë. Artistët mbeten, sepse ato që të ka dhënë ty Perëndia apo natyra në fyt, atë ta shkul dot njëri nga fyti. Kështu që besoj që do rikthehesh në për festivale pavarësisht zhgënjimit që mund të kesh pasur në një moment. Nuk ka qenë zhgënjim dhe nuk e di, kam përshtypjen në për titu intervistash mund të ketë kuptuar, sepse ajo që kam thënë është që unë kam thënë që janë dy këngë të ndryshme njëherëse. Dhe gjithashtu kam thënë që kënga mund të mos jetë pëlqyer, pra. Unë nuk i kam vënë pikën që s'më kanë futur për inatit, ose po diun se çfarë. Sepse çfarëdo që ka ndodhur ka qenë zgjedhje po themi deri diku subjektive, sepse as njerëz janë një grup njerëzish të cilët nuk pëlqejnë këtë gjë në një moment caktuar. Po, kështu që unë nuk jam me një mendim të ngulitur që kënga ime është më e mira dhe pikë. Por as që vlerësimin për të mund ta japim 5 njerëz saktuar, sepse historia ka treguar që këngëtarët, artistët, kompozitorët kanë bërë forward një vit më pas një këngë dhe janë renditur për shembull në top 3 në festival. Pra një këngë e cila e njëjta këngë nuk është futur në konkurim një vit më përpara nga një grup të caktuar njerëzish, në një grup tjetër të caktuar njerëzish del dhe pastaj tek ai grupi që e voton në fund del edhe në top 3. Kështu që historia ka treguar këtë. Mund të jetë kjo mundësia për vitin tjetër. Po absolutisht që nuk jam zgënjur mjaftueshëm domethënë mjaftueshëm, nuk jam zgënjur fare. Nuk do më shkonte kur mendje që tani unë këtë festival nuk e shkel kur më me këmbë, sepse mendoj që është pak budallik kjo mendësia që ti vësh vijën diçkaje sepse ti nuk mor atë rezultatin që doje një herë të vetë. Një artist ka nevojë për skenën më shumë se sa skena ka nevojë për një artist. Specifik. Ka nevojë për artistët, po për një mund ta zëvendësoj me dikë tjetër, kurse secilit prej nesh i intereson që të ngjitet aty tek ajo. Patjetër. Në dritat e projektorit. Ska ndjesi fix fare. Nuk ka ndjesi tjetër si ti jesh në skenë dhe për më tepër me atë orkestër të madhe dhe ose me muzikën live, domethënë nuk ta ofrojnë as skena e live-it as nuk e di se çfarë, është komplet ndryshe. Skena për e vërteti e madhe për masave, të më dhanë nëse mund ta quajmë kështu, pavarësisht se është një konkurs apo gara amatorësh, ka qenë ajo e Tirana Art Festit. Sikundër e bëra pak atë hapje në fillim, shumë gjëra ishin dyshuese, njerëzit filluan të tregonin që duheshin duke mos u përqafuar. Pra jeta jon po ndryshonte. Në ato, aq po ndryshonte sa mua më duket sikur kanë kaluar 2000 vjet që nga ai moment dhe jo 5 vite. Si shkove ti në Tirana Art Fest? Të rekrutuan, shkove vet, u regjistrove, ishit ca shoqe thatë, ç'po bëjmë sot? Po ikim atje. Se është shumë e rëndësishme. E di pse është e rëndësishme nisja, sepse ajo tregon shumë për mënyrën se si e vijon secili nga ne punën e vet. Sa me përgjegjësi e merr kur kupton që vlen. Prandaj jam shumë kurioze të di si shkon ti, si ka shkuar në Tirana Art Fest. Unë faktikisht kam qenë informuar për Tirana Art Festin që në klasë të 8 apo të 9, nuk e mbaj mend. Edhe shikoja kështu, kur do vi gjimnazi, kur do vi. Që shkoj unë. Po që ta provoja veten time, sepse nuk kisha patur një mundësi të shfaqesha diku tjetër duke kënduar, përveç se në shtëpinë time, nga salloni në kuzhinë, ata që më dëgjonin nuk është se ju interesonte dhe shumë, po unë e dija që diçka vlonte brenda meje që unë doja ta ndaja me një publik me më shumë njerëz, domethënë. Ndoshta edhe ndjesia që unë kisha për muzikën, edhe atë doja ta ndaja. Dhe në gjimnaz, thjesht u bë njoftimi që ekzistonte një klub muzike, u bë njoftimi që do mbashin audicionet për Tirana Art Festin, edhe
Kjo ishte faktikisht ishte Po prisje, ti më thua prisje të shkojë në shkollë të mesme për ta bërë një gjë të tillë. Domethënë ata kaluan si një gjë shumë të thjeshtë dhe njerëz që ishin domethënë hajde shkojmë, hajde lumorët ose diçka e tillë. Ndërsa për mua ishte shumë serioze që në fillim. Për këtë arsye thash. E kam marrë domethënë u përgatita, e mësova këngën për mend, mbylla syt, pastaj u mblodha në emocionin tim dhe këndova atë këngë në që ishte I Don't Wanna Be You Anymore nga Billie Eilish, prap një këngë pak depresive, po ashtu doja unë që ta përcjellja veten sa më mirë, domethënë që të nxirja të gjithë emocionin që munda. Dhe aty kam djerë duar trokitjet e mia të para dhe një ndjesi shumë e bukur se kam kënduar gjithkohon me syt mbyllur dhe një moment hapa sytë dhe dëgjova duar trokitjet dhe po dridhesha sigurisht. Dhe pastaj kur dola komplimentat dhe nuk e di, aty ka filluar që thash, unë dua ta bëj prap këtë gjë. Një 14, 15, 16 vjeçare, un kam audicionuar, kam qenë në një panel intervistimi para disa ditësh për një fëmijë, për një vajzë 9 vjeç që na rreshtoi albumin e Billie Eilish. Dhe thosha, si ka mundësi më, këto janë, domethënë fëmijëria ime ishte në tropik, po kërcenin Macarena. Fëmijëria e këtyre fëmijëve të sotëm është ndryshe, është Billie Eilish, por për Arsin edhe për të gjithë ata që na kanë zgjedhur të na dëgjojnë. Shiko, duhet të vendosim një këngë që ka dëgjuar dikush në një moment caktuar, sepse kur ne jemi duke udhëtuar me makina Arsi dhe radioja luan muzikë për ne, ajo nuk është thjesht një këngë që ti mund ta luash në YouTube kur të duash ti. Po ajo është një këngë që të thot në atë moment si rri kjo këngë tek ty, në raport me ty, edhe a është njësoj si historia e Arsit që thot unë i përcjell emocionet e mia më mirë dhe më bukur kështu se sa ashtu. Kështu që është një lloj ballafaqimi, prandaj është radioja e bukur. Prandaj vjen natë që radion e kanë xhiruar dhe e kanë bërë televizion. Po s'ka problem. Ne sillemi sikur jemi në radio. Billie Eilish na rikthen në Top Albania Radio në transmetimin e programit Back to the Beginning, i cili vjen çdo të enjte pak pas orës 22 deri në orën 23 në Top Albania Radio në kanalin 10 në digital. Dhe shumë faleminderit Jack Daniels që mundson që nga fillimi i episodit të parë të këtij programi këtë intervistë, duke më dhënë mua luksin për të intervistuar njerëzit para ato nga numri i klikimeve, nga numri sepse në fundit nëse unë do të kisha parë njerëzit nga numri i klikimeve, sigurisht që do kisha intervistuar sot të gjithë VIP-ët e famshëm, të jashtëzakonshëm, për të cilët vetëm para pak ditësh thash sa shumë VIP-a kanë në Shqipëri, është fat i madh që na ka bërë Zoti njerëz të thjeshtë, sepse jemi më pak, edhe na dallojnë më thjesht. Mirë, po, shkova në Tirana Art Fest me zorë prisje ta ndaja me njerëzit, po. Në audicionin e Voice Kids nuk të pranuan ama. Aty ka qenë zhgënjimi i parë, faktikisht ai ishte zhgënjimi. Sa vjeç ke qenë? Nuk e mbaj mend, 10 vjeç. 10, 12, nuk e di. Po vajta me një shoqen time që faktikisht un kam nisur të këndoj për shoqes time të ngushtë, të fëmijërisë, e cila është Esra Lushi, që unë e përshëndes me qira fjala. Ajo këndonte, ajo kishte një zë të mrekullueshëm që unë doja me dëmos, jo ta imitoja, po doja të kisha dhe unë atë aftësi, po. Dhe ne këndonim në shtëpinë e saj karaoke nga më të ndryshmet dhe unë gjithmonë kam qenë xheloze se shkonte më lart Ester me zërin e saj dhe faktikisht ajo ka qenë stërvitja ime ose kursi im i këngës. Pastaj po tek Voice-i. Mbajmën që kam kënduar një këngë që ndoshta ishte e duhura, që ishte There's Nothing Holding Me Back nga Shawn Mendes, që është një këngë që unë e interpretova si një recitim, ndoshta nga emocionet, ndoshta se nuk dija si ti afrohesha kësaj gjë të re që po më vinte, dhe pastaj këndova Refuzoj nga Alban Skënderaj. Këtë mbaj mend që kam kënduar mirë, prandaj më vjen natë që nuk jam futur. Por më vjen shumë mirë që nuk u demoralizova komplet nga kjo gjë dhe vazhdova prap pak më vonë. Ore, kush ka qenë atë vit? E kujton unë mbaj mend vetëm Kamelën. Kamelën? Po me Kamelën kam marrëdhënie shumë të mirë tani, kështu që nuk ka lidhje. Jo, thjesht jam kurioze sepse këto janë gjëra që ndodhin. Shikoj, unë në të tilla raste unë them, shpresoj shumë që të bëj gabim dhe nuk do mërzitesha që pas 4 apo 5 vjetësh apo 10 vjetësh të më ditë dikush përpara dhe të më thoshte shikoj se ti më ke thënë jo një ditë. Historia këtu ka treguar që ku diun Elvana Gjata është eliminuar e para nga Ethet, por e ka bërë rrugën
shumë të gjatë dhe shumë të suksesshme se për arsye etike s'po përmendun emrat e tjerë. Kështu që historia ka treguar që yllin mund ta kesh, por nuk mjafton vetëm ylli, mjaftojnë edhe duhen edhe shumë punë të tjera që ti të arrish disa maje të suksesit. Nëse mund të flasim për maje të suksesit në një vend kaq të vogël sa Yni. Kamela do ta shikoj atë edicionin ku ka qenë Arsi Bako, do t'i çoj fotografinë e Arsit të gjithë dhe do i them. Ky njeriu i keni thënë jo, i cili ju sfidon sot. Pastaj ti nuk e qenë asnjë garë, pra nuk e qenë në Voice, në X Factor, nuk e qenë në gara të tilla si Tirana Art Fest i përmbrodhi gjitha këto. Në fundit ajo pati fati që të bënte vetëm një garë si amatore dhe të kalonte të gjithë të tjerat si profesioniste. Por ti se ke problem garën. Ti ke qenë në një artist të Kënga Magjike. Po. Unë e kam qef garën, jo problem. Mua më pëlqen ta testoj aftësinë time, apo do të thënë të shoh ku gjendem në krahasim me të tjerët që bëjnë të njëjtën gjë si unë. Dua të shoh sa më shumë e përcjellun emocionin, sa më shumë jam e aftë për të bërë përzgjedhje të mira muzikore, ose edhe qoftë për të parë qoftë qasja që kam unë me muzikën dhe shijet e mia muzikore si priten jashtë. Se domethënë unë kam një pretendim që nuk dëgjoj këngë që i dëgjon shumica e popullsisë këtu tek ne, po më pëlqen ta testoj her pas here këtu, se ndonjëherë nuk del ashtu, ndonjëherë unë kam një paragjykim për veten time që njerëzit nuk e kanë. Edhe kjo gjithmonë pasqyrohet e gara, dhe mua më pëlqen shumë si ndjesi dhe si përvojë. Po. Shumë vite më përpara unë e di që ti ke qenë prezente në programe televizive me band ku të dashur të këndosh lloj-lloj këngësh në kuptimin hidhu ande e pritu këtej, sepse mua më kujtohet për shembull shumë vitet e Top Show të dikurshëm në Top Channel ku Ken Bushpepa, Kamela, Land Kademi, Joy, nuk e di sa mira këngë, vetëm Gent Rushi ka në këtë institucion, arkivin e këtij institucioni 6.000 orkestrime. Po sa ka patur Dori Gjoni, sa ka patur Flori më përpara, gjithë të tjerë që kanë qenë tek e diella. Si ka ndikuar, si ndikon puna në televizion që duket si fast food, si një gjë shpejt, duhet ta mbarojmë shpejt, do dalim transmetim, duhet montojmë. Kjo është në overall në të gjitha të gjënë e përgjithshme që ka një producent ose një autor që duhet të çojë deri në fund punët e veta. Ndërsa për një këngëtar kam përshtypjen që ajo është një palestër jo vetëm e zërit, se atë mund ta bësh kudo, mund ta bësh në çfarëdo live, po edhe si një lloj albumi që ti shfleton disa gjëra që ndoshta s'do të pinte, po. Me vendimarrje personale nuk do ta kishe bërë kurrë. Ashtu është vërtet. Domethënë, kam kënduar me vërtet këngë që nuk e dija që ekzistonin, që nuk do t'i zgjidhja vetë që t'i këndoja, edhe që nuk më pëlqenin madje. Po më ka bërë shumë mirë, sepse kjo të thot mos i thuaj jo. Sepse ti nuk e di se për shembull një këngë e saktuar mund të ketë vetëm një frazë që ty të ngjit shumë dhe ti e zbulon veten tënde tek ajo fraza dhe kjo të inspiron për diçka tjetër, apo ti sheh veten tënde në raste ku nuk do ta kishe parë nëse s'do ishte për këto këngët e tjera, dhe vërtet ka qenë një palestër për mua. Dhe kam mësuar të mësoj këngët shpejt, sepse është një gjë që duhet shumë në profesionin ton. Kam mësuar t'i bëj edhe kur nuk e kam qejf, domethënë t'ia gjej atë emocionin brenda këngës edhe pa e patur të natyrshëm. Po. Nuk e di sa mirë e kam bërë, se kjo është një çështje tjetër. Mendoj që kam bërë një punë të mirë për aq kohë sa mundja t'i jepja, sepse ka qenë me vërtet intensive, domethënë vinin diku te 10 këngë brenda javës për të mësuar, ose 5, po prap janë shumë. Edhe ka qenë shumë bukur sepse ka qenë, domethënë nuk isha vetëm unë që po mësoja këto këngë të reja, ishin edhe banda që ishte me mua dhe ishte interesante ajo qasje që kishim unë, ndërkohë instrumentistat kishin qasje tjetër, sepse ishin pak më të njohur me materialet dhe nuk më kuptonin për shembull kur thosha që unë këtë nuk e marr vesh dhe nuk më fiksohet sepse se kam dëgjuar ndonjëherë. Po edhe unë kam kuptuar që edhe po se ke dëgjuar ja gjen anën për ta kapur atë vijën melodike, kështu që më ka servitur në mënyra nga më të ndryshme. Ose ajo gjëja që diskutojmë bashkë, edhe unë Arsi jemi pjesë e një projekti të përbashkët kur them apo të gabim, po punë e madhe mos nënvizoni gabime, sepse nëse nënvizoni gabime, sapo i keni treguar edhe dikujt që se ka pas hiç mendje te gabimi juaj, që diçka pas ka ndodhur këtu. Së fundmi ishte edhe kjo përvoja me musical. Kjo ishte ndryshe nga të gjitha të tjerat, pastaj kjo ishte këngëtarja që duhet aktrojë, aktori që duhet këndojë. Unë kam patur një eksperiencë teatri në gjimnaz. Katedralen keni bërë? Po, katedralja.
do të thënë u luajta Esmeralda. Të luash për herë të parë në një musical rolin e Esmeraldës, do të thënë nuk e dija mund ta barazoj me çmimin e parë në Kosovë, po mendoj që është një arritje shumë e madhe. Dhe do të thënë jam e çuditur nga besimi që regjizori Giuliano kishte për mua në këtë shfaqje. Dhe me sa më tha, ka ngelur shumë i kënaqur dhe kjo më shton akoma më shumë krenarin për punën që bëra, sepse ka qenë vërtet një punë shumë intensive. Në pak se 2 muaj, ne kemi arritur ta sjellim atë shfaqje në jetë. Do të thënë, gjatë kohës që unë isha në Kosovë, do të filloja të mësoja edhe këngët për festivalin, musical. Dhe nuk e di, kisha dhe shkollën njëkohësisht edhe i kam xhongluar të treja. Ka qenë shumë bukur, mua më pëlqen faktikisht jeta intensive, kur është me gjëra të bukura dhe gjëra që ti i do. Nuk mërziten ato, sepse nuk të shndrohen në rutinë. Mund të nxisin vërtet atë sensin e përgjegjësisë që ndonjëherë shkakton stres kur ti mendon se duhet të jesh në të njëjtin vend në 2 vende të ndryshme në të njëjtën kohë, po pastaj kur mëson ta menaxhosh, nuk të mërzitet asnjëra nga ato. Dhe unë nuk jam fare me variantin që nuk mbahen 2 kunguj në një sjetull. Mbahen shumë kunguj në një sjetull nëse ti ke gjetur pozicionin e duhur edhe për masat e duhur të kungujve. Kush është prioritar, kush është më i madh i ri, më ngrohtë aty dhe kështu me radhë. Pa komente më përpara ne folëm për palestrën e zërit, pra folëm për atë mënyrën se si duke marrë shumë informacion fillon edhe selekton. Unë si kam parë asnjëherë njerëzit, që dukem njerëz, si kam parë ndonjëherë njerëzit nga dukja, nga pesha, po unë kam përshtypjen që e gjithë aty të futin edhe në një disiplinë të jetës tonë të përditshme. Për shembull, pesha jote e humbur nëpërmjet aktivitetit fizik, që ndoshta mund mos nisë thjesht për çështje fizike, estetike, por sepse do duhet të ndikoj ku diu në mbajtje fryme, pra janë disa gjëra që s'kan të bëjnë vetëm me siluetën, se kemi problem shumë të madh ne që i shohim njerëzit vetëm si siluetë. Po. Faktikisht më që është jera shumë mirë. Faleminderit. Do jem edhe më mirë. Patjetër. Faktikisht kishte një periudhë që nuk e di çfarë ndodhte me mua, nuk kisha shumë mirë edhe doja që t'ja lejoja vetes abuzimin me orare për regjime të po. Ushqimin e kam shumë qef. Fat keqësisht apo fat mirësisht, do të thënë e shijoj në një mënyrë të frikshme. Por kam gjetur një lloj balanse që nuk kam se teproj, se e vogël kam qenë shumë topolake, sepse më jepnin për të ngrënë, kërkoja prapë dhe kisha nefsin për të ngrënë edhe më shumë. Para pak kohësh mu rikthye ky nepsi i frikshëm, sepse nuk e di, ajo po më ngushëllonte, nuk e di çfarë po kaloja. S'po kaloja ndonjë gjë shumë serioze, po ndihesha mirë duke ngrënë. Dhe pastaj erdhi një moment i caktuar që pash që çfarë po bën, do të thënë shija vetë dhe ishte një tullumbat. Po faktikisht e di që skena e kërkon diçka që është edhe në dukje mirë përveç se në dëgjim mirë. Kështu që doja ta bëja atë kornizën e plot. Dua akoma dhe mendoj që i shkon. Nuk mendoj që është një kufizim, do të thënë mendoj që nuk duhet të ketë lidhje, po domosdoshmërisht nga njerëzit, nga vetë industria ka ardhur kjo nevoja që të lidhet figura me audio. Kështu që unë do vazhdoj të bëj përpjekje, nuk kam një disiplinë shumë të madhe faktikisht për këtë pjesën e regjimit. Regjimit, po palestër, po ti çosh një mesazh në fundjet natës si padashë, se ka ruar të japësh ndonjë pohorsi, thotë, më fal se përgjigje pak me vonesë, se isha në palestër. Faktikisht kam fatin që e kam afër shtëpisë edhe që është hapur deri vonë. Po kam bërë ca mungesa. Ke bërë ca mungesa. Shiko, baklavaja e vitit të ri ka bërë të vetën, kështu që ja do t'i kthehesh tani, do t'i humbasësh të gjitha. Harova të transmetojmë refuzoj nga Alban Skënderaj. Edhe e para si është shiko, burrat e kanë shumë të vështirë të këndojnë këngë grash. Nuk para ka shumë qef burrat meshkuj të bëjnë covera këngë të vajzave të grave. Ama goca që këndojnë këngë djemsh, pafund. Edhe unë për shembull nuk jam këngëtare, por nëse më gjen diku nëpër dush duke kënduar, në 99% të rasteve është kënga e një burri, kënga e një gruaje. Dëgjojmë refuzoj nga Alban Skënderaj, për më tepër që edhe Albani ka bërë golat e vet sapo është ndarë në
10 orë me një 4 netësh të madh në Prishtinë, vjen Londra tani për pak javë në koncertin e Titradhës, Athina në mars, në maj Gjermania, kështu që edhe për mua është një nga më të bukura shqiptare kjo Albanet. E të gjë më refuzoi, edhe çik nostalgjik bëhemi. Ne i përkasim dy gjeneratave të ndryshme. Jeti nga ato njerëz që e kanë bezita pyesin për moshën? Jo. Sa vjeç je? 21. Shumë bukur. Unë me 31 janar bëj 44. Pra, kur ke lindur ti, unë kam qenë çik më e madhe se ty. Po ja që na bashkohen ca gjëra, ja refuzoj e duam njësoj të dy. Ajo ka qenë bebe kur e ka kënduar fare. Dëgjoj Alban Skënderaj. Dhe në fakt nisi si me shaka ajo lidhja e brezave nëpërmjet një muzike, po ja një këngë, ne tham, unë kam qenë më e madhe se ty kur ke lindur ti, po ti këndon në fëmijërinë tënde në një garë muzikore këngën e Albanit, që unë kam, pra ka ca gjëra që nuk lidhen me moshë, kur është muzika e mirë, prandaj ka njerëz që pëlqejnë ende muzikën e viteve 50, dhe pse mund të kenë lindur në vitet 80, 90, 2000. Me sa duket, nuk ka ajo as moshë, as gjini. Edhe kur është e bukur, edhe nëse nuk e kupton, të duket prapë e bukur. Për shembull, nuk marr vesh asnjë fjalë greqisht. Fare. Por ke parti që kur e dëgjoj një këngë të caktuar, jam në gjendje të perceptoj se për çfarë mund të jetë duke bërë fjalë kjo kënga. Se me sa duket është ajo gjua universale që na bashkon të gjithëve. Çfarë ka? Unë e kuptoj, ky është një vend i vogël, ne nuk bëjmë dot plane afat gjata, as afat mesme nuk i bëjmë dot. Megjithatë dëshirat dhe ëndrat pa lekë kemi, ato siç nuk na e merr atë talentin që tham se na e kanë dhënë, as dëshirat dhe ëndrat nuk na i merr njëri. Kështu që ku qëndron ti në raport me këto dëshirat e tua tani? Çfarë do të bësh ti tani që je rritur pak? Kam dëshirë që ato këngët që i kam vetëm në celularin tim, të filloj t'i punoj pak më shumë dhe t'i formësoj pak më shumë, që pse jo së shpejti ti ka shkruar demo që ka shkruar vet. Bravo. Janë nuk e di sa këngë, janë 20 ose më tepër, po janë kështu se kam një problem të madh që unë një natë të bukur jam shumë e inspiruar dhe shkruaj një 5 këngë, ose po nuk i bëj të plota, bëj strofën e njërës me gjysmë refreni, pastaj vjen një këngë tjetër, edhe janë pak lëmsh këtu në celularin tim, po ideja në kokën time, domethënë nuk kalon ditë që unë nuk i kujtoj apo nuk më vinë në mendje dhe nuk i këndoj me veten time. Gjithmonë jam duke menduar për to, po qoftë edhe për këngë të tjera, edhe nuk e di, edhe në kokën time prodhoj muzikë deri diku. Po do doja ta bëja pak më profesionalisht, domethënë ndoshta të filloj pak me atë aspektin e producentit, po kam përshtypjen që është pak vështirë, se do shumë njohuri muzikore, do shumë kohë. Se këtë doja të thoya, në momentin që fillon të merresh me krijimtarin, ndoshta hapet edhe oreksi që këngët mos jenë më me nananat e autorit, interpretues po themi, por ndoshta ky edukimi muzikor do ta bënte më të thjesht vendosjen e atij puzzle që duhet të bashkohet pastaj në fund. Nuk besoj se do hysh tash kësaj historisë së solfezhit edhe po. Apo faktikisht me qejf e kam. Me qejf e ke. Po nuk kam kohën për momentin. Kështu që sapo të gjej mundësinë e parë, do t'i futem dhe asaj pune. E ke me qejf. Po, e kam vërtet me qejf. Edhe shikoj që ajo është prioritet pavarësisht studimeve të një degë shumë të bukur, që është e bukur dhe ajo. Shikoj. Që të mos mbash përgjegjësi të mëdha për shembull, në të ardhmen mund vendosësh ti të merresh me interior design. Dhe të mos mbash përgjegjësi për kolona, shërbje dhe gjëra. Po, shërbje dhe gjëra, por punë e madhe, nëse s'të pëlqen një ngjyrë portokalli e një dizajni, e bëjmë Leila se e kemi në dorë, nuk kemi në dorë jetë njerëzish që të merremi me muzikë. Sepse unë kam menduar gjithmonë që njeriu bën mirë, shumë mirë, vetëm atë që ka dëshirë të bëjë. Pjesa tjetër, njerëzit e përgjegjshëm kur marrin përsipër një detyrim, sigurisht që e çojnë deri në fund, po nuk është se vezullojnë, nuk është se shkëlqejnë. Bëj gabim po të them që ti e do më shumë muzikën se çdo gjë tjetër në këtë moment. Jo, nuk po, kjo është vërtet. Kjo është vërtet. Nuk e di, ndoshta shtohet ai dashuria dhe për arkitekturën dhe kalimin e kohës. Siç e tham në fillim. Zë shumë vend tani. Një nga gjërat që ke qartë dhe unë, edhe përfitoj nga rasti dhe ta uroj edhe ta përshëndes edhe Giulianon nga kjo studio. Ai e di që unë kam shumë për zemër dhe pse nga larg. Një nga gjërat që mua më dhëm më shumë është përgatitja e gjatë, e intensive që bëhet për një shfaqje teatrale, në rastin konkret për një musical, e cila vdes me numrin e reprizave
në një sallë caktuar. Uroj që të keni mundësinë ta shëtisni këtë shfaqje të paktën. Edhe t'u jepni mundësinë më shumë njerëzve të tjerë për ta dëgjuar dhe për ta parë, sepse vërtet më dhëm shumë. Shfaqjet e teatrit më dhëmin. Vjen shumë inat që filmi paketohet në një hard disk, edhe mund të shkojë dhe mund të shëtisi në xhepat e një producenti, aktori, regjizori, kudo, dhe shfaqjet e teatrit ose musicals jo. Arsi, unë të falenderoj shumë që ti ke qenë me mua në këto 60 minuta. Nuk është gjithmonë punë e bukur të intervistosh një 21 vjeçare, por nuk është ky rasti. Shumë faleminderit. Të falenderoj për ftesën dhe të falenderoj për gjithë ndihmën që më ke dhënë, sepse ke qenë gjithashtu një pjesë shumë e madhe, mbështetje shumë e madhe e karrierës time muzikore, edhe për bashkëpunimin që jemi duke patur në këtë moment që flasim, dhe ishte një intervistë shumë e bukur. Të falenderoj pafund. Mua më kanë dhënë dorën dikur disa njerëz që sot janë bërë shumë të mëdhenj. Nuk kam ç'të bëj atyre. Çfarë do lloj gjëje që mund të bëj, është shumë vogël, është një pikël në oqean, sepse janë vërtet njerëz shumë të mëdhenj sot. Kështu që e kam menduar gjithmonë që e vetmja mënyrë se si mund të jem unë mirënjohëse ndaj asaj që të tjerët kanë bërë për mua, është ta bëj atë për dikë tjetër, me shpresën që në të 44-rat e tua ti ta bësh për dikë tjetër. Falenderoj shumë që ishe këtu. Do ta mbyll bisedën me Arsin. Kemi neve një këngë nga lista e Arsit në këtë moment, apo por e kemi Aretha Franklin për ta mbyllur, ku ka më mirë. Ja, ky njeriu që nuk ishte, e vetëm e bukur nuk ishte Aretha Franklin, me thënë drejtën. As e bukur, as elegante nuk ishte. Ama zëri. Po kur këndonte si tani. Miru pafshim, miru dëgjofshim, edhe takojmë sërish javën tjetër në të njëjtën orë, me të njëjtën frym dashurie për të bërë intervista, por me një tjetër personazh.